Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin SM 21 vjeç banues në Shkodër, pasi ditën e dieshme motomjeti që drejtonte është përplasur me biçikletin me të cilën lëvizte shtetasin NC 50 vjeç banues në fshatin Ganjoll. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për 6 shtetas. M 34 vjeç banues në Shkodër, pasi dyshohet se ka goditur me sende të forta fqinjin e tij 43 vjeç për motive të dobta. BB 39 vjeç banues në Shkodër, pasi ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj bashkëshortës së tij. EG 35 vjeç banues në fshatin Berdic, LP 32 vjeç banues në fshatin Berdic, KP 34 vjeç banues në Mamurras, si dhe shpallën në kërkim shtetasin EU 33 vjeç banues në Velipoj, pasi ditën e dieshme janë konfliktuar fizikisht me njëri tjetrin në ambientet e një lokali. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.